kjo është një maksime, një teoricinë apo studiusit medjas që është Marshall McLuhan, domethënë ku ai ka thonë në atë kuptimin që the medium is a message, në atë kuptimin nëse shqip e përkthejmë i bjerë që mediumi ose media është vetë mesazhi, por çka kanë nënkuptuar se ai është marrë domethënë në aspektin se çka është media në atë kuptimin duke e interpretuar ose duke anveshur medjave si një lloj zgjatimi të njeriut, duke nisur nga fakti se ai thotë që televizioni është zgjatimi i syrit, radio është zgjatimi i dëgjimit, e forma të tjera hyn edhe në aspektin teknik. Por çka kanë nënkuptuar me këtë, domethënë se çka është domethënë media si mesazh. Ai thotë se media në atë kuptimin teknologjia ose forma e komunikimit në një farë forme është vetë mesazhi, pra forma si transmetohet, domethënë një përmbajtje, një informacion, një lajm është vetë mesazhi. Pra teknologjia e përcakton vetë mesazhin. Si shembull ose si konkretizim i kësaj, për shembull na kemi fotografi apo incizime të luftës së parë botërore ose luftës së dytë, ku janë disa fotografi po janë pa ngjyra, sepse teknologjia nuk ka arrit domethënë deri atëherë me kriju një përmbajtje me ngjyra. Edhe te ne krijohet perceptimi se ajo situatë e jetës, domethënë është ose ka qenë pa ngjyra. Interesant. Domethënë çat perceptim na sarrin domethënë me perceptu atë situatë me ngjyra. Me ngjyra. Për shkak se informacionin e kemi marrë nëpërmjet një teknologjie të caktuar. Nëse marrim shembull në aspektin teknik, që pastaj u shtu edhe ideologjia u bë teknologji, ora. Për shembull Louis Mumford, median e kohës në një farë forme orën, e shpjegon thotë që para orës njeriu nuk ka pas perceptim për momentin, çastin, se ka ditë çka është. Çka do të thonë, sepse orën e ka perceptuar ndryshe edhe e ka llogarit në forma të tjera. Por në momentin që ka dal ora, njeriu e ka kriju idenë e çastit, momentit, sekondës, 24 orëshit. Pra media e ka përcjell vetë mesazhin. Por këtu ka një kritik Marshall McLuhan. Me idenë se ai nuk e ka përcaktuar konkretisht për shembull ose pendëlidhi pak edhe me teknologjinë e re. Për shembull, Snapchat si formë e komunikimit e përcakton edhe vetë mesazhin. Mesazhi shkurt në atë kuptimin i një konsumueshëm në një farë forme, veç e konsumon një herë edhe të fshihet, apo TikToku. Do të thonë video të tilla, të shkurta, me sekondazh të shkurt, virale, plus telefoni forma vertikale. Përderisa televizioni ka shku tu bo ma wide, që i thënë ma horizontal. Kritikat e Marshall McLuhan i vjen nga një teoretician tjetër kritik i medias, që është Neil Postman, i cili e kritikon këtë aspektin e mesazhit. Se thot, mesazhi thot e paraqet një pohim specifik të jetës. Do të thonë e paraqet një situatë. Thot, ky është Latifi. Po thot, media nuk e paraqet, do të thonë në një farë forme këtë mesazh të realitetit, këtë pohim specifik, por e konstrukton atë. Për atë arsye thot ky mediumi nuk është mesazh, po është metaforë në aspektin epistemik, do të thonë. Pra Latifi nuk është, do të thonë, përderisa mesazhi e paraqet se ky është Latifi i vërtet, ose një ngjarje të caktuar, kjo është e vërteta. Postman mendon që jo, media thotë se kështu është e vërteta. Ose kështu konstruktohet e vërteta. Pse thot ai kështu? Sepse thot nëpërmjet teknikave që përdor, e kornizon, e zmadhon, e zvoglon, i jep hapësirë, pren sekuenca, në një farë forme edhe ty të ndërton një realitet të botës qysh vetë e ka. Do të thonë atë mënyrën e vetë që e formson. Pra nuk ta jep ty një sekuencë vetëm një sekuencë, po ta ndërton ato mbi premisa të caktuara. Prandaj këtu është ajo dilema, mandej kam filluar edhe diskutime të tjera. Unë jam i mendimit që e konstrukton realitetin, pra është më shumë metaforë se sa vetë mesazhi. Vetë mesazhi është në atë kuptimin që është e vërtetë që ky është Latifi, po ky është Latifi mediatik. Është metaforë e Latifit origjinal. Se shpesh ndashta e keni pa për shembull
figura publike kur i shohin në jetën reale, thojnë s'po do kjo sërish në televizion. Pse? Sepse televizioni konstrukton atë personalitet në formatin mediatik, si metaforë e tij të jetës